Emocionet se i bart një person që ka kalu një traumë është vështirë, është shumë e vështirë për një viktime dalë para komisionit edhe mu refuzu rasti edhe nëse pyetjet që i bajnë edhe se cilën, kur të ulet ty një person edhe rrefejnë me ato që ka ndodhë, edhe është puna e emocionet se i bart një person që ka kalu një traumë është vështirë. Unë nuk e di se si mundet komisioni me refuzu në qasë rastin nëse është del viktima edhe tregon se çka ka ndodhur. Pas vije i ki mbi 2000 raste që kanë apliku, arsyeja pse po flasim për të është që mbi 300 janë refuzu. A është numri 300 mu refuzu i madh a i vogël për ty? Për mua është numër shumë i madh. Janë 351 raste që janë të refuzune. 351? 351, me ditën e sotit. Është numër shumë i madh, edhe unë nuk jam e pajtimit, pse nëse dikush është lajmëruar në shoqata, pa marrë parasysh, në cilën shoqatë na kena 4 shoqata të licencune. Nëse ajo vetë po vjen prej shoqate, ti çka kemi dyshu ato? Se kena viktima na që kanë marrë ndihmë para se mu formu komisioni. Nuk e di pse. Ndihmë psikosociale kanë marrë ato organizata dhe prapë s'pi besojnë. Edhe prapë ka që refuzojnë. Është shumë e vështirë për një viktime dalë para komisionit edhe mu refuzu rasti edhe nëse pyetjet që i bajnë edhe se cilën, dinjiteti është kryesore që për secilën viktimë, dinjiteti është shumë e rëndësishëm me i trajtu me dinjitet viktimat. Për çfarë pyetje ke fjalën? Ndryshme. Duhet me punu shumë me komisionin, duhet me punu shumë me secilën shoqat, me qeverinë, që me qyrë se çfarë ndryshimesh mundu me i bën na te komisionit, ku është problemi, çka duhet me ndryshu, që mos me pas kaq shumë refuzime. Këto kërkesat e mi janë prej 2019-s, që kam kërku me bën ndryshime, por nuk janë realizu, po tash do t'jem aktive si me qeverinë, si me komisionin, si me organizata, që me të vërtet me zgjedh problemin edhe me i bën ndryshimet, që me dalë sa më mirë para viktimave, se qëllimi është për me mbrojt, me i përkrah të gjitha viktimat, mu aprovu të gjithat.